Një prej historieve bashkohore, duke përsëri, duke referu pastaj Kuranit, tregon një prej profesorëve tonë në fakultet atje, thotë e kam pas një shoktimin dhe ka qenë student në Francë. Dhe çdo ditë që ka kalu për skenjë një kopshti ka pa dy pleqë, një plak dhe një plak. Dhe çdo ditë ku ka kalu aty pari i ka përshëndet me një përshëndetje butë dhe një buzëqeshje. Jo një ditë, po një vit, dy vite. Tregon ky profesori unë nderuar, thotë mbas 2 vite, të dy pleqë ja bojnë një darkë ati djalit që kishte emrin Muhammed dhe e ftojnë në shtëpi. Dhe kur ulin aty, i thojnë, neve thot na ki çudit me moralin tonë, na ki bërë thot tjetë në dorën tënde, këndaret. Thot, këtë ushim që po e shef e kemi përgatit në mënyrën se ti që shdojnë, që shtot feja jote. Francez, në Paris, thot, po interesant, thot. Pse thot, asë njëherë, thot, nuk nga kiftu, thot, në fejën tonë. Thot, këtë djali shikon. Por, thot, kam njaftu, thot, bësheshja ime dhe edukata ime kanë burimin në Kur'an. Këta dy pleqë i thojnë atina, ne për një vit e gjys, pasit kemi njofty, kemi mësu për fejnë tonte. Kemi lezuar këto libra. Dhe sot jemi përgatitur për ta dëshmu para te e shadetin se do ta pranojmë Islamin. Allahu Akbar. A dhe që si njerës s'ka për shumë. Na shumer punim në përlojme që ka Muhammed po ban krime, i shku piti Prishtinë si Tiranë për shumë se ka ndodhë atje. Në vëdhëm me hejtësje dhe me buzëqeshje 2 persone ka pranu Islamin për këti njëri. Dhe që ditën ata dhe i thojnë, unë thot jam profesor akademik, moralin thot që e kanë gjetur në personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, askun nuk kam mund me gjetur, edhe pse kam lexuar enciklopedit të mëdhaja, por nuk kam mund me gjetur thot moralin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ju përgjigjet ky zotëria dhe i thot, po Allahu thot për këtë se më të vërtet o Muhammed thot je kulmin e moralit.